Thot Allah subhanahu, ja ju ledhina amenu ijtanibu kathira min adh-dhann. O ju që keni besuar, rrini sa më larg domethënën paragjykimeve. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Se një pjesë e madhe paragjykimeve janë mëkate, sepse paragjykon për dikë se mund të jetë kësaj ose asaj dhe rrjedhimisht je duke e parë në rend keq, je duke e parë në një përcaktim të gabum. Wala tajassasu, edhe mos përgjani njëri tjetrin, mos e ndjekni privatësinë e njëri tjetrit sepse e prek nderin. Mund përfundosh aty ku e prek nderin e tjetrit. Thot wala yaghtab ba'dukum ba'da, edhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Nëse shikojmë këto shembull që po i përmeni prej Kuranit. Gjitha janë krejt në të gjitha derdhen në pellgun e një interesi, që është ruajtja e nderit të njerit. Ka arsye, nuk është e mjaftueshme në Islam fjala bie dikush vetëm ta realizoj interesin e fesë, ose tjetri për shembull thotë thjesht njerëzit nuk janë rrezik për meje, të mos cënoj interesin e jetës. Realisht duhet që domethënë të realizohen të pesta, domethënë edhe feja, po edhe domethënë interesat e tjera, saktësisht domethënë jeta e pastaj domethënë mendja dhe nderi.